Çamiko rivjen si çdo të premte në orën 8 të mbrëmjes, duke lënë takime jo vetëm me njerëz të kulturës dhe që flasin gjuhën e kufive që na lidhin dhe na ndajnë, por gjithashtu edhe gjuhën e historisë. Me këtë gjuhë dhe me një gjuhë pak më akademike ndoshta, do të flasim sot në këtë takim të radhës me profesorin akademikun, antarin e akademisë, historianin Beqir Meta. Dua t'ju prezantoj në disa role, po më së shumti si njeriu e këtyre veprave që na kanë zbukuruar studion sot. Na kanë zbukuruar studion neve, po në fakt i flasin brezave të tërë shqiptarësh për historinë e tyre. Faleminderit për këtë kontribut edhe për faktin që jeni këtu sot. Kënaqësi, faleminderit dhe ju për ftesën. Jeni sot antari i Akademisë së Shkencave, dikur drejtuesi i Institutit të Historisë, një rrjedh ngjarjesh në institucionet shqiptare që i ngjan fatit të historianëve, të intelektualëve, fatit të Shqipërisë dhe të gjitha këto do duhet i diskutojmë sot. Do të më lejoni t'ju pyes dhe t'ju ngacmoj si për jetën tuaj personale, po ashtu edhe për jetën tuaj profesionale dhe gjithçka që lidhet me Shqipërinë dhe me historinë e shqiptarëve, sidomos gjatë shekullit 20, sepse ju jeni një njohës shumë i mirë edhe një nga zërat më të rëndësishëm të historisë në lidhje me këtë periudhë. Dua ta nis me Institutin dhe Akademinë e Shkencave. Kemi marrë në tavolinë një vepër e cila është dashur prej 13 vitesh, një punë të dedikuar të disa historianëve, por e drejtuar shkencërisht nga ju, profesor. Një punë që si do ta përshkruanit sot? Po, është një punë shumë e madhe njëherë atë parë, besoj me njërësi po kaq të madhe sa që është vetë puna dhe edhe e vështirë njëkohësisht. Ka pas përpara disa edicione të historisë, një edicion apo dy edicione ka qenë në kohën e komunizmit, një përpjekje u bë në vitin 2006-2007 për të botuar historia e shqiptarëve e plot, pati një farë arritje, por gjithsesi ishte shumë shpejt për të reflektuar të gjitha tezat dhe tashmë i takoi një brezi tjetër historianësh që të bënte një analizë, një rishkrim dhe rianalizim të plot të historisë sonë kombëtare, duke bërë sintezën e gjithë botimeve shqiptare dhe të huaja të deri kësaj kohe. Projekti filloi në vitin 2010 dhe mbaroi në vitin 2023. I gjithi, por përveç kësaj duhesh patjetër, që ishte nga më të vështirat, shfrytzuar të gjitha arkivat e mundshme shqiptare dhe të huaja lidhur me historinë e shqiptarëve për shekullin 20, për arsye se veçanërisht arkivat shqiptare nuk ishin hapur deri në këtë kohë plotësisht, tashmë në këtë kohë që një nivel më i mirë i hapjes për shfrytëzim të arkivave shqiptare dhe arkivat e huaja që kanë marrë fare pak fragmente nga ato, për arsye se nuk ishte investuar në kërkimin shkencor në këto arkiva. Patëm një rezultat befasues nga kërkimi në arkivat e huaja, sepse edhe ne u përballëm për herë të parë me marrjen në formë digjitale, pra një teknologji e re, e cila të lejon rezultate shumë të shpejta dhe shumë optimale në punë, shumë efektive, dhe morëm rreth 1 milion dokumenta nga gjithë arkivat perëndimore, duke marrë koleksionet komplete që kanë bënë me çështjen shqiptare, në kryesisht në arkivat italiane, në arkivat britanike, në arkivat franceze, amerikane, gjermane. Pra i morëm komplet, morëm nga arkivat pastaj turke, diçka nga arkivat serbe, e kështu me radhë, pra bullgare, morëm një sër koleksionesh me shumë vlerë nga këto që i shërbyen pastaj edhe rishkrimit të kësaj vepre, por shërbyen dhe më gjërë akoma. Patëm atëherë një brez shumë të mirë doktorantësh
që Qendra Studimeve Albanologjike dhe Instituti i Historisë punonin pranë tyre dhe ata u futën drejt për drejt në kërkim shkencor, madje disa kanë dhënë kontribut edhe në këtë botim sintetizues të historisë shqiptare për shekulli 20, përgatitën doktoratura të mira, një pjesë e tyre shumë të mira, kështu që ky informacion shërbeu shumë edhe për të ngritur nivelin e tyre, por edhe për të elaboruar tema të rëndësishme të historisë sonë kombëtare që nuk ishin të plota në informacionet apo analizat e tyre. Në tranzicionin e Shqipërisë, profesor, ashtu sikurse është tranzicioni i shqiptarëve dhe intelektualit, pa diskutim është edhe tranzicioni i institucioneve. Sot Instituti i Historisë, i cili ka qenë përgjegjës edhe meriton një duartërgjitje shumë të madhe të gjithë profesorët edhe doktorantët që punuan për këtë vepër. Sot Instituti i Historisë nuk ekziston më, u shkri për shkak të vendimeve politike, për shkak të reformimit të mënyrës se si duhet mendojnë ndoshta intelektualët, po në fund të ditës kur bëni bilancet, çfarë merrni nga puna juaj? Merrni kënaqësinë të pasurit këto 5 vepra mbi tavolinë edhe në duart e brezave edhe shqiptarëve kudo ku janë, apo merrni me vete edhe trishtimin që do duhet të lëvizni nga një institucion në tjetrin edhe të përballoni edhe këto sfida që intelektualit në fakt nuk i duhen? Po, desha vetëm të saksoj diçka që Instituti i Historisë ekziston, por në përbërjen e Akademisë së Shkencave. Për mua ishte një e ashtëquajtur reformë krejtësisht e kohët të panevojshme me qëllime politike. Duhet të theksoj një gjë që është dokumentuar tashmë, debati në Komisionin e Medias dhe të Shkencës të Arsimit Lartë në Parlamentin e Shqipërisë, ku deputeti socialist Petro Koçi shprehet që ne e bëm këtë lëvizje, pra e mbështetëm këtë reformë, si e quajnë ata, për arsye se ne donim thotë ta ndryshonim historinë, donim që historia, siç e thoshte ai, të mos shkruhet në mënyrë balliste, por të ndryshohet kjo, etj. Pra është një shprehje e sinqertë, naive, por e vërtetë ama që pati ndërhyrje të fuqishme politike për ta shpërbërë këtë institucion dhe kam frikë që historia shqiptarëve mund të jetë një shkak themelor për të shkrirje dhe ndryshimin e institucioneve. Mendoj që politika shqiptare është krejtësisht e pamaturuar për të bërë reforma në shkencë dhe ngatron politikën me shkencën. Kjo është për ne është keqardhje, është e dhimbshme. Ne vazhdojmë sigurisht punën tonë, për sa kohë ende na mbron Kushtetuta e Shqipërisë dhe ligjet shqiptare, por goditjet administrative janë aty prapakrave gjithmonë dhe kjo është keqardhje, kuptohet, jo më shumë në planin personal, por më shumë në planin e përgjithshëm të interesave të vendit dhe të interesave të institucioneve. Ne që të shkojmë duke i forcuar këtë institucione, duke i larguar sa më shumë nga politika, siç bën gjithë bota perëndimore, ne bëjmë shifte të gabuara, të cilat i quajmë reforma, por të cilat në fakt janë antireforma. Dhe kjo ka qenë një veprim i gabuar. Për shembull, në institutet e mëparshme dhe në Akademinë e Studimeve Albanologjike, duke ju referuar një ligj që ishte ligji i arsimit lartë, i cili në disa elemente është shumë parimtar, sepse kopjon ligjet europiane, jo se e kemi bërë në shpikje ne. Sigurisht. Dhe për shembull kishte pavarësinë e instituteve nga rektorati i atëhershëm, pra nga instancat më e prore, instituti kishte një pavarësi, sepse kjo pavarësi përkthehet në liri akademike. Dhe nuk kishte mundësi askush të cënonte lirinë akademike të studiosëve. Pra qenë dy gjëra, stabiliteti, pavarësia dhe liria akademike të garantuara. Shiko, kjo lloj ndërhyrje politike tani vend krijon pikpyetje, krijon hije dyshimi. Sigurisht unë kam shpresë që do të tejkalohet, por ama është një gjë që nuk tingëllon mirë dhe nuk krijon shpresë. Dhe dua ta rimar me fjalinë, po shkruhet historia në mënyrë balliste. Nëse thuhet kështu për punën e institutit dikur edhe të profesorëve të nderuar, do doja të guxoja dhe ta thoja unë që ndoshta rishkrimi i historisë së shqiptarëve tashmë
po shkruhet në mënyrën më balliste të mundshme që mund të kemi pasur ndonjëherë. 18 faqe për Çamërin, vetëm 18 faqe për Çamërin, dhe këto 18 faqe i kemi faljush, që keni një ndërgjegje dhe ju tret shpirti për këtë trev të shqiptarëve të Çamërisë, por po kaq mendoj që janë shumë pak faqe, 40 e ca për Kosovën. A mendoni se është një lloj regresi dhe nuk është se po bëhet më mirë dhe nuk po rishkruhet më mirë? Pikë së pari dua ta theksoj që për këtë botim që kemi përpara, pra me 5 vëllime, historia e Çamërisë është një vend të merituar dhe do thoja unë plotësisht të sakt nga pikpamja shkencore dhe ka një vend goxha të madh. Do të thonë është sigurisht me përqindjen më të lartë që është shkruar ndonjëherë në raport me faqet e tjera, pse gjithmonë ruhen proporcionet, ka proporcione në shkrimin e një vepre shkencore. Dhe është dhënë në mënyrë shumë të argumentuar dhe të detajuar dhe të dokumentuar mbi të gjitha, duke u futur edhe këtu dhe dokumentat nga gjitha llojet arkive që u përmenda përpara, por edhe pikpamjet e historiografisë greke, të cilat është bërë polemika me ta në këtë botim. Kështu që ne do thoya unë, ja kemi arritur qëllimin që një vepër sintetike akademike që është vepër e Institutit të Historisë, janë 46 autorë që janë autorë nga Shqipëria, nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë që kanë punuar për këtë vepër, ne kemi arritur që t'japim ta vendosim në vendin e duhur historinë e Çamërisë. Botimi i ri i Akademisë Shkencave, i cili ka shumë shpejt pas këtij botimi, është një botim që bën një sintezë të sintezës. Pra, vetë ky botim është sintetik, por është sintetik në përmasmë disi më të gjerë, sepse ishin shumë çështje shkencore për t'u argumentuar dhe nuk mundesh që të nxirje thjesht me një vepër shumë sintetike. Pra duheshin elaboruar dhe dhënë në këtë formë. Grupi drejtues ka vendosur që kjo ishte më e mira e mundshme. Tash u morën gjithë ato arkiva, gjithë ato, po gjithë ato do gjenin refleksion në mënyrë sintetizuar, kuptohet, në këtë vepër. Do ta ndërtoja pyetjen edhe në një formë tjetër. Nga historia e Shqipërisë u bë historia e shqiptarëve. Pa është vërtet historia e shqiptarëve? Tani Akademia ka bërë një vepër tjetër e cila do të ketë më shumë synimin për të botuar në anglisht, për gjuhën e huaj. Dhe sigurisht edhe kjo është mirë të botohet në gjuhën e huaj, por një vepër me një vëllim për gjithë shekullin 20, sigurisht për lexuesin është më e huaj, është më e përshtatshme sepse ai nuk e ka kohën dhe do të interesin për të lexuar 5 vëllime, por kjo ka këtë anë të mirë. Por ajo nuk është se mund të bëjë ndonjë progres apo ndonjë diferencë të madhe me tezat e kësaj, sepse që të bësh diferencë të madhe të tillë duhet të bëhen kërkime të reja, edhe atëherë vepra të reja shkencore, se tash vepra shkencore janë të sintetizuara këtu, edhe atëherë nuk mund ta bësh, domethënë. Por debati më i madh sigurisht ka qenë për luftën e dytë botërore në Shqipëri, që vazhdon dhe sot e kësaj dite midis historianëve. Unë i respektoj të gjitha pikpamjet ku janë pikpamje shkencore, sigurisht, edhe ata që janë ndryshe nga pikpamjet që ne kemi, dhe gjëja më e keqe është të vendosësh epitete për pikpamjet, pra nuk është serioze, siç u përmenda përpara deputetin socialist, e kupton, por aq që shkalla e formimit të tij, dhe kjo është përbën një problem, sepse kur politika ka një emancipim të kufizuar, është e rrezikshme për institucionet, sepse ata janë vendimarrës në Kuvendin e Shqipërisë, në procesin e legjislacionit shqiptar etj. Pra ka rrisje në këtë drejtim. Gjithsesi, kjo është Shqipëria në tranzicion dhe ne e kuptojmë, ne do shkruajmë në bazë të lirisë akademike duke qenë të lirë, siç kemi shkruar këtu, në këtë botim dhe në gjithë botimet e tjera, flas për veten time, po dhe shokët dhe kolegët e mi, domethënë, shkruajnë edhe ata që kanë pikpamje ndryshme nga ne, dhe kjo është gjëja më e mirë që ne do të shkojmë duke i do të thoya ballafaquar pikpamjet me argumenta shkencore, jo duke i denoncuar apo duke i etiketuar. Dhe aq më tepër duke i dënuar nga pikpamja politike. Kjo është vetmja mënyrë që ne të ecim përpara se gjithë kombeve të tjera, edhe historiografia në botën perëndimore që është bota më e përparuar ka pikpamje të ndryshme, ka debate, ka diskutime, por ndryshimi i tyre me ne është fakti që
në shumë ato përgjithsisht ato bëhen brenda stofit akademik, brenda nivelit parametrave, pra vijave, kuadrateve akademike, jo, nuk kalojnë që të ndryhë politika për shembull siç ndryhën këtu dhe të bëjë ajo historinë. Pse ndodh kjo, profesor? Ndodh sepse politika ka aparat, sepse Ministri i Arsimit do duhet financoj Akademinë e Shkencave, nuk ka para mjaftueshëm për intelektualët, për akademikët, për profesorët, për kërkimin shkencor. Pse ndodh kjo ndërhyrje kaq e madhe dhe pse duhet përdorim këtë gjuhë politike edhe kundrejt intelektualëve, duke i mbytur se ata flasin një gjuhë, pa diskutim politika flet një gjuhë që është e kuptueshme nga masa shumë më tepër se sa gjuha e intelektualit. Dhe me siguri merr më shumë njerëz në krah. Edhe ne e dim këtë. Dhe është paraja. Por ne jemi detyruar të qëndrojmë brenda kornizës sonë akademike, të shkrimit akademik. Shumë e vështirë është, por politika ka dy që qëndron në këtë pozicion, ka dy arsye themelore. Mund të ketë shumë tjera, por dy që janë themelore. E para është shkalla e emancipimit saj. Domethënë, ne nuk është se kemi një politikë të emancipuar, ashtu siç shifet tek investimet, tek tenderat e tjera, po kjo politikë është që edhe në raport me shkencën. Pra, atje është këshkelja e ligjeve të shtetit, këtu është këshkelja e disa parimeve, që është ajo që thamë liria akademike, të cilën apo pavarësia e institucioneve, të cilën të gjithë me llafe e pranojnë, por ama kur vjen puna, thonë që e shkruajtën kështu, e shkruajtën ashtu, që politikës nuk i takon të bëjë polemika të tilla apo vërejtje të tilla, sepse nuk është kompetencë e saj. Kompetenca e saj është të drejtojë shtetin në sektorët që i ka besuar popullit shqiptar. Kjo është njëra anë e politikës dhe përpjekjet e tyre për të ndërhyrë në shkrimin, se historia është pjesa më e ndjeshme, sepse e lidhin me votat. Pra, imagjinojeni, një politikë e cila blen vota, kuptohet që nuk mund ta nuk e dëshiron historianin të shkruaj, të prek, se i prek interesa politike, sepse prek trashëgimin. Pra, forcat janë të majta o të djatha dhe kanë trashëgimi të caktuar historike, e cila është pozitive, negative, ose e përzier me gri, me njolla, gri e zeze, bardhë e tjera, se kështu është historia, ne nuk mund ta bëjmë ndryshe, kështu ka qenë. Kështu që mirë po ata e duan të gjithën të bardhë në krahun e tyre, secila palë. Kjo është si puna e atij të shëmtuarit që del para pasqyrës dhe kujton se fajin ja ka pasqyra. Fajin se kanë historianët, fajin e ka vetë politika, e cila nuk kupton që historia kështu ka qenë dhe këtë bëjmë profesionistët, të cilës ne s'kemi asnjë interes politik në këtë mes. Unë do thoja edhe diçka që për shembull tani ka një tendencë të pozitive, se dhe historianët kanë pas evolucionin e tyre nga fillimi i periudhës postkomuniste. Në periudhën komuniste historianët e Shqipërisë ishin gjithë në një linjë, ishin në linjën e Enver Hoxhës, propagandës e tjera. Dhe prandaj ishte shumë pak shkencë dhe shumë më tepër propagandë. Dhe prandaj është bërë një kapërcim i jashtëzakonshëm këto vite, sepse është kthyer nga propagandë është kthyer në shkencë. Dhe ky është dallim, kapërcim shumë i madh. Dhe kjo është bërë përmes përpjekjeve të mëdha, qoftë kërkimore, qoftë dhe debateve dhe ballafaqimeve të pikpamje. Për shembull, ka një gjë shumë interesante. Po flasim për luftën e dytë botërore, për shembull. Përpara ishin krejtësisht palët ato që mbështesin luftën e dytë botërore dhe ato që ishin kritik ndaj saj. Pra, ato që mbështesin lëvizjen nacionale shqiptare dhe ato që ishin kritik ndaj Partisë Komuniste ishin shumë të ndarë. Tani ka një afrim pikpamjesh, sepse është vetë shkenca, objektiviteti që të çon. Për shembull, pranohet fakti nga të gjithë palët që marrëveshja e Mukjes ishte pozitive për Shqipërinë dhe shkelja dhe prishja e saj nga Partia Komuniste ishte në dëm të interesave kombëtare. Dhe fajtore ishte Partia Komuniste. Pranohet që Partia Komuniste në konferencën e Labinotit hodhi parullën dhe vendosi të merrte pushtetin e vetme, që ishte një prelud i diktaturës së ashme dhe i luftës civile. Pranohet edhe që Partia Komuniste e shpalli luftën civile e para dhe i vuri kundërshtarët e vet politikë, si thosh, me shpallë për muri. Po pranohet nga gjitha palët tani që dhe kundërshtarët dhe balli kombëtar i detyruar të vazhdojnë bashkëpunojnë me gjermanët, që pala tjetër se pranonte kurrë. Pra e kam llafin që studiusit po flas për linjat kryesore. Pastaj në interpretime, në nuanca etj. Ka sigurisht nuanca, si në gjithë të botën, por kjo është një gjë e shëndetshme. A e ka ndryshuar bot kuptimin politika, e ka të njëjtën qasje me historinë duke bërë këtë ndërhyrje, pra në këndvështrimin tuaj ndërhyn për shkrimin e historisë, sepse i Leverdis
të veproj kështu, sigurisht në doza pak më të ulta se propaganda e Partisë Komuniste, po duket si një ardhmë e mirë që mund të ndryshoj plotësisht, apo kemi ende rrugë për të bërë politika? Sigurisht është disa hapa prapa shkencëtarëve. Nuk mund ta pretendojmë që të jetë në të njëjtën edhe për shumë arsye, por sigurisht politika është më e avancuar se çka qenë. Pra është më mirë e pozicionuar. Pavarësisht tyre që thash ne e shohim në proces objektiv evolutiv, është sigurisht që po bën hapa edhe ajo përpara, më ngadalë, i ka disa gjëra shumë vështirë dhe për arsye se ka interesa, historianët s'kan interesa pushtetit, politika ka interesa të pushtetit të ditës, të pushtetit, dhe që thash, përderisa ajo nuk ka emancipim të përgjithshëm, nuk mund të ketë dhe këtu, përderisa ajo shkon të blej vota, apo përdor grupe kriminale për vota, për shembull, që është e tmerrshme, mos prit që të jetë. Megjithatë, në këtë sferë do thoya që ka një pozicion më të tërhequr. Gjithsesi ajo e shkel shumë herë linjën e kuqe që nuk duhet ta shkeli, por përderisa ne arrim të flasim lirshëm, siç po flasim bashkë lirshëm dhe të shkruajmë lirshëm, përsëri do të themi që situata ende është brenda kontrollit. Kemi një debat aktualisht në Shqipëri për pseudo-intelektualët apo pseudo-historianët, për ata që trumbetojnë Shqipëri të madhe, ndrim kufish, ndonjëherë gjuhën shqipe e bëjnë më të vjetrën në botë, janë njerëz të cilët marrin kohë televizive, por ka edhe një debat tjetër që ne diskutojmë në zë dhe unë dua ta cekim këtu. Të blen politika, e blen intelektualin politika, po a ka faktor të jashtëm të cilët e blen historinë? Dhe a kemi ne intelektual që shiten? Intelektualit e vërtet jo. Pyetje me shumë spec, si thon Nafit, për themi në gjuhën popullore, por pra ne shesim votën. Po a e shesim historinë? Unë them që të paktën nga historianët shqiptarë, me sa di unë, nuk është se ne kemi historianë që kanë shitur historinë. Unë për vete nga që kam lexuar, nuk mund ta them këtë. Po ta kisha një person, do ta thoya me emër biles, se s'do nguroja fare. Pra ata kanë shkruar si profesionistë, kanë secili ka pikpamje tash në herë dhe divergjente apo të me nuanca të ndryshme, që është një gjë normale, dhe mendoj që qëllimi kryesor i një historiani është që të jap një vepër sa më dinjitoze, sepse kjo vepër lexohet dhe kush i ka mend të kohë dhe dihet, e kupton shumë mirë se nëse ti ke bërë një punë serioze, të ndershme, korrekte, ose nuk e ke bërë tillë. Pra, por ka një gjë për me një pjesë të pyetjes si bët ju, që ka dy grupe historianësh, nuk i ndaj nga pikpamjet, tash mund të kenë pikpamje të ndryshme, por atë që shkruajnë brenda me metoda akademike. Ose ata që duan të bëhen historian, të duken si historian. Po, janë një pjesë e historianëve që shkruajnë si profesionistë, pra brenda kornizave akademike që mësohen në shkollat tona, siç mësohen në shkollat e huaja, shkrimi i historisë, pra ne përgatiten doktoraturat etj. Ka një pjesë tjetër pastaj që e shkelin këtë linjë, përgjithsisht ata janë amatorë. Ka një pjesë amatorë që ka bërë punë shkëlqyera, pra nuk mund t'i fusim të gjithë në një grup, pa ka disa të cilët janë akoma në periudhën e një historizmi romantik, që e shkruajnë historinë në formë romantike. Ata mund të jenë njerëz shumë të mirë, shumë patriot, edhe të ëmbël, të dashur, të këndshëm kur i dëgjon, por brenda tyre pastaj ka shumë gjëra që nuk janë të vërteta, nuk janë të sakta nga ana shkencore, ka gjëra që mund të qeshësh me ta, e kupton? Pra, ka të tillë, ka disa prej tyre që bëhen dhe arrogant, etj, se duan patjetër që teza e tyre të fitojë me forcë etj, që është gjë anormale, pra nuk mund një studius të luftojë me forcë dhe me epitete duke fyer që të dalë teza e tij. Forca thashë gjithmonë ka argumente, është ke thellësia e kërkimit shkencor, tek metodologjia serioze që përdoret, ma këtu është forca e kërkimit. Sigurisht e përpiqemi gjithë të arrijmë, se sa arrijmë është tjetër punë. Kjo ka të bëjë me formimin tonë, me eksperiencën, përvojën, investimin që bëhet, i cili duhet gjithmonë të jetë i madh në këto lloj punësh etj. Pra,
këto që e përdorin historinë për propagandë adetare mund të jenë njerëz shumë mirë, por kanë brenda vetes atë pjesën që shifen me rezervë. Dhe ngaherë tregu shqiptar është më i mbytur me këto libra sesa me këto librat. Se njerëzit i pëlqejnë ato, edhe sigurisht që i marrin, por të thjesht ku tregohet historia. Se ka i problem, se ky është problem që problemi është ke shtëpitë botuese. Po. Në perëndim shtëpitë botuese nuk botojnë çdo lloj libri. Kanë ekipe recensueshës, të specialistë shumë mirë, dhe ata i thonë shtëpisë botuese që ky libër nuk bën, nuk botohet. Dhe shtëpitë serioze nuk botojnë. Në Shqipëri nuk ekziston kjo, në shtëpi po çove lekët, shtëpia botuese mund të botosh çfarë duash. Pra, jemi akoma në etapën e foshnjërisë intelektuale dhe të krijimtarisë shkencore apo të përzgjedhjes seleksionit shkencor. Se dhe shtëpitë botuese janë një institucion në vete. Dhe duhet që këto institucione të jenë fuqishme. Ne si kemi akoma të fuqishme, kështu që do jetë perikoll. Por ama kjo ka një gjë që ai lloj tregu mbyt këtë tregun. Pse? Sepse ky tregu nuk është i bën një propagandë shumë e madhe. Sepse janë gjëra shumë të tezat akademike janë shumë të thata, nuk janë kaq, domethënë, për shembull unë kam shkruar për Çamërin, por synimi im ka qenë të nxjerr vërtetën dhe të shkruaj gjërat në mënyrë sa më të argumentuar dhe të balancuar, të ekuilibruar. Dikush tjetër se ka për gjë të përdorë çdo lloj terminologjie, ai që është profesionist. Pra, nëse themi krime, që janë kryer krime, duhet të vërtetosh që janë kryer krime. Nëse themi genocid, duhet ta vërtetosh termin në bazë të përkufizimeve shkencore që është genocid. E kam llafin që duhet të jesh shumë i matur me terminologjinë dhe fjalët. Kështu që ndoshta për një sy që nuk është shumë i mësuar me librat, kjo nuk është se e tërheq shumë. Kështu që ndodh dhe kjo. Në këtë fazë të foshnjërisë, drejt për drejt dua ta bëj pyetjen. Sa shanse ka që ne të gënjehemi me historinë që na ofrohet nga turku, nga greku, nga kushdo. Pra, jemi ende fëmijë dhe mund të gënjehemi me një çokoladë apo karamele. Sa mundet të ndërhyj politika greke, politika turke, politika... Po marr këto dy kultura të cilat duket sikur akuzohen më shumë se ndërhyjnë tek ne. Po. Do me thënë unë po përpiqem të tregoj edhe shqetësimin e atyre njerëzve që shkruajnë në rrjetet sociale, e bisedave që qarkullojnë midis nesh, ndonse mund mos jetë një debat që shqetëson vërtet intelektualët e vërtet, po a gënjehemi ne nga... Jo, pyetje me shumë e vëndet, falenderoj që pyetje, sepse ne si studiues jemi pak të izoluar nga kjo pjesa e rrjeteve sociale, sepse duke kushtuar shumë kohë kësaj nuk kemi fuqi dhe kohë të merremi me të. Por duhet ta njohim duhet ta njohim dhe kemi shumë nevojë ta njohim, sepse në fund ne shkruajmë për njerëzit tanë. Kështu që ata janë njerëzit tanë, çdo lloj pikpamje dhe opinionit kanë, edhe sikur të jenë shumë kundërshtues apo shumë armiqësor, ata përsëri janë tanët. Po, sepse unë mbaj mend kur publikoja lajmin që do të rishkruhet historia e Shqipërisë, po me titullin Historia e shqiptarëve, kishte komente të cilat deklaronin s'ka gjë se vjen turku dhe greku e rishkruan. Po, tashi... Pra akuzat ekzistojnë. Ekzistojnë akuzat, janë akuzat sigurisht... Nuk është se s'kan fare baza, ndonse janë të egzageruara, kuptohet. Baza që ndronë këtë tekste shkollore. Pra, nuk është se s'ka fuqi as turku, as grek të ndërhyjnë në veprat akademike. Pra, këto veprat që bëjnë Instituti Historisë Akademie Shkencave. Kemi të bëjmë me intelektual të formuar, me intelektual me profesionistë të mirë, që të cilët përgjigjen dhe përpara kolegëve të tyre për tezat e tyre, edhe ku ka një pikpamje të ndryshme do të argumentojnë në një farë mënyrë pikpamjet e tyre, jo ma pastaj kanë pikpamje të parë. Po sigurisht, ose vrasin veten. Do të vrasin veten, hedhin erë të gjithë punën e tyre dhe të gjithë jetën e tyre, nuk është kaq e lehtë që të shkelësh mbi të vërtetën. Pra kur je profesionist. Ndërsa për tekste shkollore njerëzit janë prekur me të drejtë se ka pasur ndërhyrje të fuqishme nga qeveria greke e para, pastaj edhe Turqia ka bërë ndërhyrje më të
më të butë, më të tërhequr, sofistikuar, edhe kjo ka gjetë refleksion në tekstet, pra ke tek terminologjia, tek përmasat e shkrimit, tekstet shkollore, sidomos janë ajo që ne biseduam pak më parë jashtë këtij podcasti bashkë, nuk e trajtojnë temën në të gjithë dimensionin e saj dhe në mënyrën që duhet trajtuar, edhe për arsye të këtyre lloj presioneve, por edhe për arsye tjetër sepse ka një tendencë në tekstet mësimore që gjithmonë një presion mbi autorët e librave që shkruajnë libra, i rënduat fëmijët, i rënduat nes na ka rënduar njëri, kemi qenë shkollë beze, ka qenë shumë më i ngarkuar teksti. Dhe kemi studiuar, kemi lexuar, pa që do të lexoj, pse e rënduam? Le të ketë informacion në tekst, le të jetë informacioni. Pra, ka një tendencë, ka Ministria e Arsimit, ka 30 vjet që zhvillohet kjo lloj tendence që ulni informacion, ulja e informacionit në fund do të çojë tek një gjë shumë sipërfaqësore, se nuk mund të japsh pikpamje të thelluara me një informacion të reduktuar shumë. Është shumë e vështirë. Kështu që kjo është një element tjetër që është për gjitha temat, nuk është vetëm për çamërinë, por ama që për çamërinë specifikisht dhe për marrëdhëniet shqiptaro-greke ka pas një presion dhe njerëzit e ndjejnë atë, e ndjejnë presionin, reflektohet edhe në tekste ky, por në një mënyrë të thoya të moderuar, se sigurisht nuk mund ta bëjnë të zezën bardhë dhe të bardhën të zezë. Unë nuk më kujtohet, kam qenë ku isha me studime në Turqi dhe bëra një takim me kryetarin e Akademisë Ushtarake të Stambollit, më ftoi për një kafe, përfunduam me një drek me të, shumë miqësor etj dhe përplasja ishte për Skënderbeun, për shembull. Ata nuk e konsiderojnë tjetër gjë, një tradhtar, një etj. I thash, po ju i thash, i bëra një pyetje, ju jeni general Osman, sa ishte general? Jo, tha, unë jam general i Republikës Turke. I thash atëherë, thash unë, Turqia dhe Shqipëria janë dy shtete kombëtare dhe dy kombe të ndryshme. Dhe ne e shohim Skënderbeun në këndvështrimin e kombit shqiptar. Tash ai erdhi, u rikthye, u largua nga Stambolli dhe u kundërvu perandorisë osmane, sultanit, tash për të mbrojtur identitetin e vet, fenë e vet, zotrimet e veta, pra popullin e vet, që quhet popullin e vet, pra është një koncept krejt tjetër nga ju. Nëse ju e shikoni thjesht si një njerëz që ishte ushtarak osman dhe pastaj tradhoi u largu nga rreshtat osmane dhe ju kundërvu ushtrisë osmane. Pra, janë dy pikpamje ndryshe, por tash ju do të gjykoni si general i ushtrisë së Republikës Turke. Pra, kemi ato kanë ato pikpamje të veta. Kuptoj, por këndvështrimi, ngjarjet janë po ato, po këndvështrimi tyre me tonin, gjithsesi nuk kam pa ndonjë presion të madh nga pala turke në drejtim të historisë, ka pas një tentativë të lehtë. Unë kam taku përpara shumë vitesh edhe ambasadorin turk, kam pas një bisedë me të dhe ishte i mirëkuptueshëm. Thash, po më dëgjohet mua, rini jashtë kësaj, boll kemi Greqinë. Mosu bëni pjesë. Jo çastja jo vetëm për Skënderbeun, për Sami Prashërin, po për shumë figura të tjerë kemi çastje tërësisht ndryshe dhe është krejt normale të hyjë në dialog pa diskutim. Skënderbeu është thelbi i identitetit tonë kombëtar, dhe është e vërtetë, ky identitet nuk është ndërtuar as i zviceranët që kanë Vilentelin që kanë krijuar. Ne e kemi është me histori, e ka shkruar gjithë bota, nuk kemi shkruar vetëm ne historinë e tij. Të largohemi me mënyrën se si e mësojmë ne historinë, po shkoj tek pyetja e fundit. Kush duhet të flasë kush duhet dialogoj, kush duhet të nisë një diskurs edhe një diskutim që tekstet e shkollës të ndryshojnë, që kurrikulat e shkollës të përfshin çamërinë dhe Kosovën, se edhe Kosova ka zhvillime të jashtëzakonshme këto vitet e fundit. Kush duhet ta nisë këtë debatin? Shiko, debati mund të niset nga kushdo. Shoqëria civile, universitetet, Akademia e Shkencave, Instituti i Historisë, pra duhet t'i kërkojë qeverisë dhe unë do thoja që tekstet ka nevojë që për këto tema të rëndësishme të ketë një zgjerim, nuk është se s'ka fare, sepse duhet të jemi korrekt në gjërat, ka informacion, ka mësime të shkruara. Por nuk është mjaftueshëm. Nuk është mjaftueshëm, pra duhet telluar dhe duhet dimensionuar, duhet që tezat që janë aty,
Pikpamja aty do të jenë në përputhje me këto veprat themelore shkencore që janë pra. Nuk mundet një autor, edhe pse ka liri akademike, të dali përtej tezave që janë vepra sintetizuese, qoftë akademisë shkencë, qoftë instituti historisë, pa duhet të jetë në një farë mënyrë afërsisht, do thoja, në përputhje me ta, pra i përshtatur me ta. Kështu që aty ka gjëra për shembull që janë themelore që lihen pa përmendur, pra disa gjëra themelore do përmenden, që janë fakte themelore historike. Kështu që duhet patjetër dhe të gjithë duhet jenë të përfshirë në këtë, vetëm mirë bën. Të falenderoj për çdo të vërtet që ndave me ne sot. Kënaqësi që ishim bashkë dhe që biseduam për këto tema interesante të historisë. Falenderoj vërtet shumë. Kënaqësi. Të kesh të ftuar në një tryez diskutimi intelektualin dhe historianin Beqir Meta, pa diskutim pyetjet janë të shumta. Në këtë pjesë të podcastit kemi diskutuar për tekstet e shkollave, për kurrikulat, se si mund t'i ndryshojmë, për librat e Institutit të Historisë, por po aq edhe për historinë e rishkruar të shqiptarëve nga Akademia e Shkencave. Pyetjet janë të shumta edhe për hartën e trazuar të Ballkanit, atë të shqiptarëve brenda Shqipërisë, Kosovës, shqiptarët e Çamërisë, po edhe treva të tjera të cilat na rrethojnë me shqiptarët tanë. Për të tilla pyetje dhe përgjigje, do takohemi sërish në Çamiko çdo të premte në orën 20:00.